Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e premte 25 prill 2025. Dashi. Ditë nervoze për arsye të ndryshme, shumë gjëra për të bërë, shumë njerëz që duhet t'u jepni hapësirë. Partneri ankohet për mungesën tuaj, në momente të caktuara ndiheni sikur nuk jeni në mendjen tuaj. Demi. Kjo ditë është shumë interesante për të biseduar me të tjerët, për të planifikuar një festë mirë. Ju jeni vënë në presion, është e nevojshme të rimarrni stabilitetin emocional dhe sot dita është e dobishme. Binjakët. Disa përgjigje që keni marrë nuk janë duke u modifikuar. Ju mund të fajsoni partnerin tuaj që nuk ju dëgjon, ose nëse jetoni së bashku, ai vendos gjithçka mbi supet tuaja. Gaforja. Shikoni rezultatet e përgjithshme, ato nuk do të jenë negative. Në dashuri është e mundur të rikuperoni qetësinë nëse kjo ka dështuar. Luani. Është një periudhë risish që vijnë me pikatore. Mos harroni të mos lini jashtë dashurinë. Virgjëresha. Është një ditë e mirë për marrëdhëniet shoqërore, për takimet, për emocionet që sjell. Një çështje familjare dal ngadalë po zgjidhet përfundimisht. Peshorja. Kjo është një mbrëmje disi e rrezikshme, mbase do të ndiheni shumë të lodhur, nuk do të doni ta dëgjoni partnerin tuaj. Sot ka pak tension që duhet mbajtur nën kontroll, vepro me qetësi. Akrepi. Dashuria thërret, por ju nuk përgjigjeni. Pavarësisht disa rënjeve të mundshme të tonit dhe nervozizmit, ju gjithmonë arrini të ngriheni në këmbë. Shigjetari. Kjo është një ditë ndoshta pak nervoze, por në krahasim me të ardhmen më duhet të them se do të shihni disa të mira, duhet të zgjidhni disa mosmarrëveshje të hapura edhe në dashuri. Britsjapi. Ditë e mirë, brenda 2 muajve të ardhshëm mund të merrni një lajm të mirë. Mbush zemrën tënde me gëzim dhe disponibilitet ndaj të tjerëve. Ujori. Për shkak të një mbikëqyrjeje ju mund të shpenzoni më shumë se sa pritej, natë pa gjumë për shkak të një seri mendimesh që duhet të përpiqeni t'i largoni, mos bëni takime të lodhshme. Peshqit. Do të keni disa probleme të vogla për të zgjidhur gjatë mëngjesit, pastaj pasdite do të shkojë më mirë. Mos u trishtoni. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.